nuk e di, ku e shë? Shotë në... Vetëm Londra, po ta thamë sot publikisht e ke parasysh, zot një Shkodra. Se është e pamundur. E shoh sepse dol nga ajo që tha profa në fillim të fjalimit të vet. Vendi ka nevojë për një zgjidhje. Dhe profa e tha dhe i diçka. Dhe nuk mund të ketë. Në koalicionin e parë ta kanë bërë negociata një muaj e sa. Po, e tha një gjatë bukur. E tha një gjatë bukur atë. Fakt, 2 gjëra të bukura, 2 pika, tha. Këta njerëz që janë atë, s'mund të mirën vesh për një pikë për ta zënë një kryetar të kuvendit, dhe po mirën vesh për gjana shumë substanciale, shumë komplekse në ato pikat. Dhe e tha edhe në gjanë, nuk po mund më marrë vesh 2, do të thotë, e lere më krejt aktert. Kjo është e pamundur, është mision i pamundur, duke marrë parasysh edhe historikën e këtyre njerëzve të cilët kanë bërë politikë që sa vite. Zotë e kur të edhe kur s'ka qenë në qeveri, kur ka pas 10 mandate në 2010, ka qenë i pa kompromis në ato qëndrimet e veta. E lere me tani, me 28 mandate, për kjo është a Gjamilak, me mendu që a i përfshihet në një qeveri të unitetit. Lan, të gjitha i këto ka provu. Vetëm një s'ka qenë provuar. Cila? VVPDK. Stralizot a e dëshirë ty. Është rekomandim për të mirën në vendit. Më falë. Por jo dëshira jamja. Se dëshira jamja kështë e qenë ndoshta krejt ndryshe. Mund tjetë më shumë. Nëse ju po thoni që mund të ketë një koalicion në fundit LVV, LDK, Albin Kurti si shpesh kove të fundit për takohet me Bedri Hamzën, nuk përjashtohet edhe kjo në këtë logjik. Po në janë e mirë që takohen në jemë, për me u takuhe, do të më taku ma shpesh në bashkëbisedu. LDK e VV bëjnë koalicionin Gjatë 4 viteve të mandatës janë taku ka shpesh. Kur pas nevojë sepse... LDK-ja, në qoftë se vërtet mbas gjithë këtyre gjërave, se në fillim është shumë normal të ishte për koalicionin, mbas gjithë këtyre gjërave, e bën koalicionit t'ja vendos drynën në partisë. Ma në qoftë se vazhdon me qenë LDK që bje pishman nuk po problemi. E ka përshtypjen që fillimisht nështë është mendu që vërtet janë duke u bë përpjekje për koalicione. Janë duke u bërë. Fillimisht, ka qenë kjo përshtypje. Deklarata e brëmshme zotri Limajt dhe bërja publike nga zonja e Gjiut, ideja që është më mirë shkojmë zgjedhje zbashku me zgjedhjet lokale, besoj se janë indikator të mjaftueshëm për të treguar që vetëvendosja është interesuar që shkojnë zgjedhje dhe mundësisht së bashku me zgjedhjet lokale. A dim pse? Këto veprime mendoj, siç ka pas takime me zotrin Limaj, besoj se të natyrës së tillë do të jenë edhe takime që i përmendën me zotrin Hamza. Ndoshta vetëm sa për të menaxhuar opinionin publik që sikur po bëhen disa përpjekje për të krijuar një qeveri. Opinion publik. Opinion publik, derisa të afrohet afati zgjedhjeve lokale sa më afër. Tash tutje, unë nuk besoj që do të ketë koalicion, po vendi do shkojë në zgjedhje. Gjitha partitë po punojnë për zgjedhje. Dhe ideja tani është gjithashtu që cila partitë mund t'ja lë fajin partisë tjetër për të kalkuluar që ndoshta kjo mund t'i përkthehet në vota në zgjedhjet e ardhshme. Që jo domosdoshmërisht mund ndodhë kjo, ndoshta ka ndodhë vitin 2021, por s'do të thotë që prapë do të përsëritet 2025 ose 2026. Kështu që nuk pres më që do të ketë koalicion